Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për t'ju sjellur ngjarjen më të fundit. Gjesti, si e thot Ledioni, Gjesti. Gjesti ka bërë një kontratë shumë të bukur. Gjesti ditën e sotme në fakt është taguar në Instagramin e tij nga faqja 360 Music. Është një faqe që mbron të drejtat autoriale, që ndjekën rrugtimin e artistëve, që merr menaxhimin e këngëve të tyre, të projekteve të tyre të kanalit YouTube-it dhe është një këngë që ndihmon për reklamën e artistëve shqiptar. Pa marrë parasysh, domethënë, për këtë situatë, Gjesti ka bërë një lloj kontrate me këtë produksion për të menaxhuar rrugtimin e suksesit të tij. Në Instagram, ky produksion menaxhon artistin e madh, këngëtarin Ylli Limanin, dhe nuk ka ndonjë këngëtar tjetër në fakt që kanë bërë publik, dhe Dhurata Dorën që e pas kanë nxjerr. Dhe personazhi tjetër është Gjesti, që ka ardhur në këtë bashkëpunim me produksionin 360 Music. Gjesti, nga fotografitë të cilat janë postuar në rrjetet sociale, duke që është shumë i lumtur edhe shumë i gëzuar, siç duket këtu në këtë mes ka përfunduar tashmë ndoshta kontrata me Top Channelin, që nga momenti që Ledion Liço e hoqi Gjestin nga Instagrami i tij dhe Gjesti fshiu gjithçka që kishte të bën me produksionin e Big Brother VIP Albania dhe ndërton një kontratë tjetër që në fakt merr përsipër një kompani tjetër të menaxhoj Gjestin, këtu nënkupton që Gjesti ka përfunduar gjithçka ndoshta me Top Channel, edhe pse nuk arrim dot të kuptojmë se çfarë po ndodhen, po nga veprimet që po bëhen, për shembull nëse Gjesti do menaxhohej nga Top Channeli, jam shumë i bindur që nuk do të bënte kontratë bashkëpunimi me 360 Music, me këtë lloj produksioni. Është një produksion që me sa e kuptoj duhet jetë produksion nga Kosova, dhe le ta themi drejtori i këtij produksionit është Bonart Ajvazi, i cili menaxhon këtë produksion dhe është menaxher i Ylli Limanit në këtë rast. Siç duket do të jetë edhe menaxheri i Gjestit në ditët në vazhdim. Është menaxher edhe i disa këngëtarëve të tjerë që ka fotografi, por edhe një marrëdhënie shumë të afërt me Festa Çoçaj, mund të jetë, nëse nuk gabohem, duhet jetë burri apo i dashuri i Festa Çoçaj, një personazh shumë i njohur në rrjetet sociale. Menaxhmenti i Ylli Limanit është Bonart Ajvazi, i cili tashmë do të menaxhoj dhe Gjestin në kontratën në të cilën ato kanë nënshkruajtur, do me thënë jam duke kontrolluar Instagramin e tyre, që kjo nuk kupton që Gjesti nuk do të vazhdon më të menaxhohet nga Top Channeli, edhe pse brenda shtëpisë së Big Brotherit nënshkruajti një kontratë për menaxhimin e suksesit të tij jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Se si do të marrin gjëra do të sjell detajet në vazhdim, por që Gjesti nuk është më në menaxhimin e Top Channelit, kjo gjë është e sigurt edhe e vërtet, dhe për këtë arsye Gjesti ka fshirë gjithçka që kishte të bën me Klan Kosovën edhe me Top Channelin dhe po nisën një rrugtim krejtësisht të ri në karrierën dhe në artin e tij.